votohet në pak, po këtë e konfirmoi edhe Dimal Basha. Lajmi mirë nesër që bëhet seanca, lajmi mirë edhe që do të krijohet qeveria, nuk pres asgjë diçka që mundet me ndru këto plane, kanë fitu në mënyrë dinjitoze me 51%, munden me bë, nuk mundet kush me ndal, po së tjerave javën e kaluar me kushtim kam thënë që zoti Kurti është lojtari kryesor dhe po e ndron kahjen. Po e ndron kahjen fuqishëm edhe në mënyrë progresive, kisha me thonë. Progresive? Po. Pse? Për arsye se kushtim nuk ja vlen as me bu kundërshtime për mos me u votu, do me thonë në pako, në kryetari, në një nuk ka ndoj pozicion, vetëm se kur dojnë me u kap dhe me na dërgun zgjedhje, kapën për këto gjana, kësha me thonë, që nuk luajnë aq rol të madh. Ka shumë njerëz që thonë duhet me i bojkotu, nuk duhet me i votu e tjerë, por i ka qartësu gjitha, dhe më thonë, gjykata kushtetuese, nuk mundemi me vepru ashtu si që është vepru, edhe në qoftë se ne respektojmë shtetin, e respektojmë ligjin, duhet, dhe më thonë, me ju nënshtru normave kushtetuese, ligjeve të Kosovës. Jo vetëm kjo, ne do të befasohemi sa ka me qenë, Zoti Kurti në të ardhmen, ju vetëm në këtë rast që do ta krijon qeverinë me lehtësi, i ka dhe numrat, ne mundemi me i thonë vetëm urime se nesër ajo do të ndodhë. Kështu që ne vetëm jo këtë, po do të shohim një pro-amerikanizëm që se kemi pa deri më tani. Pro-amerikanizëm që se kemi pa nga kush? Nga Zoti Kurti. Gjithmonë ka qenë Amerikan, nuk dojmë me mohu që nuk... Po, Amerikan s'ka qenë asnjëherë, ka qenë Kosovar çdo herë, po. Po mendoj pro-Amerikan. Pro-Amerikan. Çfarë pret gërmiza e nesër?